Departamenti Amerikan I Shtetit ka nisur një fushatë ndërgjegjësuese përmes ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendet e NATO-s duke përcjellë mesazhin e Donald Trump për nevojën e rritjes së investimeve në mbrojtje. Në këtë kuadër, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka shpërndar një mesazh të qartë: vetëm kur të gjithë aleatët investojnë në sigurinë e tyre në nivelin e duhur, ne mund sigurojmë vërtet paqe për të gjithë aleancën e NATO-s. Paqja nuk vjen falas. Kjo thirrje vjen pas kërkesës së Trumpit që vendet e NATO-s të rrisin shpenzimet ushtarake nga 2%, siç ishte vendosur në samitin e NATO-s në Wales, në 5%. Në këtë kuadër, lind pyetja se ku qëndron Shqipëria në raport me këtë kërkesë të re. Sipas buxhetit të miratuar në vitin 2025, Shqipëria ka parashikuar 525 milion euro për mbrojtjen, që përbën 2.01% të prodhimit të brendshëm bruto, duke përmbushur detyrimin minimal, por duke mbetur larg objektivit të ri të propozuar nga Trump. Me rritjen e presionit nga administrata amerikane, pritet që qeveria shqiptare dhe vendet e tjera të NATO-s të përballen me sfidat e reja financiare dhe strategjike në vitet në vijim.